Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit të botën, lëngu i hithrave bën mrekulli jashtë sëmundje që trajton dhe si ta përgatisni. Hithra është e njohur edhe si urtja dionika në latinisht dhe ajo ka një trashëgimi të pastër bimore. Hithra ka qenë e përdorur prej kohësh si një diuretik që në kohët mesjetare në Europë. Një filxhan me çaj hithre, ujë hithre, përmban vitamina A, B, K, riboflavin, nicalin, folate, karbohidrate, yndyrë dhe njëkohësisht proteina. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se ajo është gjithashtu e pasur edhe me minerale si kalcium, hekur, fosfor, mangan dhe gjithashtu zink, bakër dhe magnez. Ju mundet që të përgatisni lëngun e hithrës duke valuar disa gjete hithre në ujë. Mund t'i shtoni një lugë mjaltë për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetitë ushqyese më medicinale të hithrës. Parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet e traktit tuaj urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror i cili lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshka dhe fshiksa, duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ajo mundet që të trajtojë edhe infeksionet e traktit urinar. Lehtëson gjithashtu dhimbjet e gjymtyrëve dhe muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që nga kohrat e lashta për trajtimin e artritit. Ai ka veti antiinflamatore dhe gjithashtu mundet që të reduktojë të gjitha sëmundjet dhe irritimet e lëkurës si edhe inflamacionin, duke larguar dhimbjen e muskujve gjithashtu. Kuron ekzemën dhe trajton sëmundjet e tjera të lëkurës. Lëngu i hithrës ndihmon gjithashtu në eliminimin e toksinave nga trupi dhe kuron sëmundjet dhe njëkohësisht irritimet e lëkurës. Parandalon dhe shëron alergjitë. Lëngu i hithrës, sipas ekspertëve, mundet që të lehtësojë alergjitë për shkak të ndryshimeve sezonale si kruarjet dhe të shtimën. Është një tonik mjaft i mirë për femrat. Lëngu i hithrës, sipas ekspertëve, është i pasur me hekur dhe gjithashtu ndihmon edhe në luftimin e anemisë. Hithra gjithashtu mund të përdoret nga femrat të cilat kanë dhimbje të ciklit menstrual për të lehtësuar këtë dhimbje. Është mjaft i mirë edhe për tretjen. Pini lëng hithre në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe sëmundjet e traktit tretës. Ulë nivelin e kolesterolit në gjak. Hithra gjithashtu përmban beta-sitosterol. Ky përbërës ndihmon njëkohësisht në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër mjaft të shëndetshme. Ruan strukturën e duhur të qelisave dhe ofron mbrojtje të ADN-s. Hithra është e pasur me flavonoide si për shembull quercetin, i cili është një antioksidant i shkëlqyer. Lëngu i hithrës, sipas ekspertëve, mundet që të ndihmojë në mbrojtjen e ADN-s. Parandalon gjithashtu diabetin dhe presionin e lartë të gjakut. Lëngu i hithrës do të ulë nivelet e sheqerit dhe të glicemisë në gjak. Ai ka veti diuretike të cilat gjithashtu ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivelet të duhura. Redukton gjithashtu gjakderdhjen e brendshme. Lëngu i hithrës ka veti të shkëlqyera medicinale, si edhe është një produkt perfekt për higjienën tuaj orale. Përdoreni lëngun e hithrës në një formë gargare në mënyrë që të pastroni gojën nga të gjitha bakteret të dëmshme të cilat çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe në erë të keqe të gojës. Mirë po keni kujdes, persona të cilët
kanë probleme me stomakun, gratë, shtatzëna dhe njëkohësisht fëmijët duhet të konsultohen me mjekun para përdorimit të lëngut të hithërës si një bimë medicinale. Ndërkohë, kësi të bëni çajin e hithërës me gjethe hithëre të freskëta. Në një tenxhere të vogël hidhni një filxhan gjethe hithëre dhe 2 gota ujë. Shtoni më shumë ujë nëse do të preferoni një çaj më të dobët. Lëreni atë që të vlojë dhe më pas merreni dhe hiqeni nga zjarri. Lëreni të qëndrojë për rreth 5 minuta. Hidheni më pas në një sit për ta shërbyer. Përbërësit që hithra përmban kanë vlera të jashtëzakonshme për shëndetin tuaj dhe njëkohësisht ofrojnë vlera të jashtëzakonshme shëndetësore. Ofron përfitime antiinflamatore. Hithrat kanë veti antiinflamatore të cilat munden që të ndihmojnë me çrregullimet inflamatore dhe njëkohësisht me reduktimin e simptomave në kushte të tilla si për shembull ekzema, artriti dhe njëkohësisht psoriasis. Është gjithashtu i pasur edhe me antioksidant. Çaji i hithërës përmban gjithashtu nivele të larta të një antioksidant, i cili ndihmon në mbrojtjen e qelizave tona nga dëmtimi dhe gjithashtu mundet që të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të caktuara si për shembull sëmundjet e zemrës dhe disa lloje të sëmundjeve të këqija. Ndihmon në mbështetjen e shëndetit të kockave. Hithra gjithashtu përmban një sër vitaminash dhe mineralesh të cilat ndihmojnë në mbështetjen e kockave tuaja dhe gjithashtu duke përfshirë kalcium, magnez, fosfor, zink dhe vitamin K. Ato përmbajnë gjithashtu edhe nivele të larta të borit, duke ndihmuar në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të kalciumit në trup dhe gjithashtu munden që të ndihmojnë edhe në parandalimin e osteoporozës. Ka veti të shkëlqyera shëruese të lëkurës. Hithrat sipas ekspertëve janë një antihistamin natyrale, si edhe kanë veti të larta antiinflamatore dhe antibakteriale të cilat munden që të ndihmojnë në trajtimin e sëmundjeve të lëkurës si për shembull puçrat, artriti dhe ekzema. Mund të ndihmojë në zvogëlimin e dhimbjeve të personave të cilët të vuajnë nga artriti. Një studim zbuloi se hithra mundet gjithashtu që të zvogëlojë dhimbjen dhe paaftësinë tek ata të cilët janë të prekur nga osteoartriti. Ndihmon gjithashtu në përmirësimin e niveleve të sheqerit në gjak. Është zbuluar se hithrat përmirësojnë nivelet e sheqerit në gjak duke rritur kështu insulinën dhe numrin e qelizave beta të pankrahasit në trup të cilat luajnë një rol jetik në homeostazën e glukozës pasi ato janë burimi kryesor i insulinës. Gjithashtu ndihmon për të mbajtur në nivele të shëndetshme edhe kolesterolin. Hithrat përmbajnë një fitokimik i cili quhet quercetin, i cili gjithashtu ndihmon edhe në uljen e kolesterolit total si edhe ka veti gjithashtu në uljen e lipideve në gjak. Mund të ndihmojë edhe në uljen e presionit të lartë të gjakut. Disa kërkime kanë treguar se pirja e çajit të hithërës rregullisht mund të ndihmojë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.